nuk ka asnjë pikë hakmarrje, po ka shprehje të një pakënaqësie të jashtëzakonshme që kam, që një diskurs i tillë politik, një gjuhë e tillë në kuvendin e Republikës Kosovës është përdor nga një njeri i cili unë e di fort mirë që duhet veç pak ta ngacmosh dhe me njëherë këcen. Nuk ka. Nuk duam gjuhë të tillë në kuvend. Nuk duam gjuhë të tillë. Dhe nëse zgjedh të përdorësh një gjë të tillë, duhet ta dish që ka dhe disa njerëz të tjerë, mirë po, e gjitha kjo është teorike, sepse në fakt A mendoni se edhe ju i keni kontribuar kësaj gjuhë zonja Gërvalla? Në periudha të ndryshme kohore. Nuk besoj. Unë asnjëherë nuk kam përdorur fjalë për deklaratat forta. Po, shquhen, por unë kam qenë pjesë e shoqërisë civile. Edhe për akuzat të rënda zonja Gërvalla. Unë kam qenë pjesë e shoqërisë civile, atëherë as nuk i kam thënë ato akuza në kuvend, as nuk kam qenë ministre. I keni thënë nëpër media gjithandaj. I kam thënë sepse ndryshe flet një aktivist. Ju, Gaz Muhaxheri, gjithë të tjerë. Ndryshe flet një aktivist dhe ndryshe tjetër përgjegjësi të fjalës publike ke në momentin që merr një përgjegjësi zyrtare. Ndryshe flas unë si ministre punëve të jashtme dhe ndryshe ka folur Donika e vitit 2012-2013 ku është përpjekur të kontriboj një situate politike në cilën ka menduar që nevojitet një person i cili duhet ta thotë vërtetën. Kështu që unë nuk e tërheq asnjë prej fjalëve të atëhershme, por siç e thash, ne mund të fillojmë gjithmonë nga prerja e kërthizës. Mirë po, njerëzit nuk mbeten beb, njerëzit zhvillohen, njerëzit hecin, zhvillohen edhe pozicionet politike. Aty me ata generalet e vetë shpallur nuk e di pse i ka djeg Ramush Haradinajt, përbes nuk e di. Sepse unë nuk e kam pas me Ramushin. Unë e kam pas me të vllajin. Po vllai ka pri brigadës Jusuf Gërvalla, zonja Gërvalla. Zoti Sadiku, po ta shohësh këtë në Kosova më shumë As vllajt as Ramushit s'mund t'ja mohoj askush të bëmat e luftës. Po unë tani nuk mund ta quaj veten presidente, edhe pse jam person shumë i rëndësishëm i skenës publike të Kosovës, nuk jam presidente, as nuk jam kryeministre. Unë jam ministre punëve të jashtme. Ka disa tituj, ka disa grada që nuk janë çështje merite, po që janë çështje formale. Nëse formale, nëse i referohemi vetëm FSK-s. Po formale janë. Tani unë nuk mund ta ndryshoj kompozicionin e një shteti. Shteti ndërtohet mbi rregulla dhe mbi forma edhe mbi rregulla që i respektojmë të gjithë. Nuk mund ta vetë shpallësh veten diçka që nuk je, sepse ne jemi shtet. Ne nuk jemi shoqëri bashkibozukësh, hajde secili sipas Zonja Gërvalla, ata kanë qenë pjesë e një lufte guerile. Ata formalitete s'kan përcjellur në atë kohë. Po mirë, të ke qenë pjesë e një lufte, bile unë mendoj që ushtria çlirimtare nuk ka qenë vetëm një grup guerile, unë mendoj që megjithatë ka pasur strukturat ushtrisë çlirimtare të Kosovës që ka qenë goxha të organizuar, që nuk ka qenë vetëm grupe të vogla guerile. Është vërtet që ka pasur edhe vetëm grupe të vogla guerile, po ka pasur edhe formacione të organizuara. Ka pasur formacione të organizuara, po s'ka pasur një lloj strukture formale komanduese që mund të përdoret edhe në drejtime të ndryshme. Atëherë më falni, çfarë kuptimi ka nëse ti je në vitin 2025, luftën e ke lënë mbrapa një çerek shekulli dhe ende shërbehesh me tituj që ti mendon që të kanë takuar në një situatë të caktuar. Po, këto të gjitha janë tema të fushatave. Fakt është, partia e zotit Haradinaj dhe familjes së tij ka marrë